Ju falenderoj për këto 1489 ditë gjykim që është marrë deri në ditën e sodit. Gjykata edhe sot e kësaj dite e prolongon e shtyn për me marrë në pyetje një dëshmitar tjetër që u konë shumë e sakt, edhe u konë dëshmitar okulare në vrasjen dhe masakrën e familjes Krasniqi që ka bërë. Shkojmë, presim tash gjykata edhe sa kohë që shkon, pra janë 1489 ditë që jam në qëto punë, qëto dëshmi që jem të i dhonë. Shumë e panevojshme. Është marrë në pyetje 3 herë është marrë Nuria Krasniqi për masakrën që ju kanë bërë familjes Krasniqi, Morinc edhe të Shalanëve. 3 herë është marrë në pyetje. Herën e parë kur ka dëshmu, këta nuk ishin të gatshëm për me bën pyetje, kundër pyetje këta avokate Panderit, dërsa dytën dhe tretën herë u munëshin atje me zgjedh spica ato. E sidomos fjala përfundimtare me 21 të mujt të martën e kalume, krejt, pik, pres, fjalit ngusht, zgjerume që ka bën mbrojtësi i të Panderit, tanat pa vërteta. Krejt pa vërteta. Mi ka nalë proces verbale që janë marrë prej 8/7 2022 dita sodit, tanat asnjës mi kanë dhënë. Kom dyshim të madh që atje krejt diçka tjetër u shkru, këtu është bën krejt një pyetje tjetër. A u kon halitin shu? Çdo dëshmitarit a u kon halitin shu? Çish u shkru atje? Amani të këshyqë ato. Masi që e ka lëshuar kryetari i trupit gjykus, Valon Kurti, që është ardhur kjo kryetare e trupit gjykus, Valbone Donika Shala Abdyli, kjo ka fillu më në dhonë ato procese për çdo sonë që është marrë. Asnjë proces verbal. Valon këto duhet me pyet ato. Duhet pyetet Valon Kurti pse asnjë, edhe plus asaj. Çka shumë brezgaske kur heqën sallë, heqën me shpinë kështu. A keni me vazhduar ballafaqimin këtu? Jam i gatshëm në çdo kohë, në çdo moment që të ballafaqona me drejtësinë dhe vetëm drejtën. Një pikë pres, derën, fjalë, që nuk jam i sakt, unë në burgun, s'po di çka ato. E veri hapje e plagëve luftës. Po ç'është është, ai pa të familjet atje. Familjes edhe Morin, Krasniq, Husa ku të kokën këtu, Shala. Megjithatë, edhe kanë se është në fund çfarë vendimi presni që do të marrë gjykata dhe çfarë do duhet të merret. Presim që të jap dënimin e meritum, dënim maksimal. Dënimin maksimal e pres Panderut që t'jap. E kemi prit sot, ku jemi? Çka kjo? Po, më fal. Faleminderit shumë nëse nuk keni diçka tjetër. Halit Gashi. Halit Ismail Gashi. Me pseudonim, të lutem, me pseudonim Obrinja. Le të marrin atje, se ka shumë Halit atje, e më përmenet emri Halit Gashi aty, e pseudonimi asnjëherë jo. A këti ju ka përmend gjithherë pseudonimi emri e bijemni. Ju falenderit shumë.